Kemi 9 vite që e mendojmë, Vesa Luma flet hapur për mundësinë e një fëmije të dytë. Nuk është në shumë favor. Shprehet ajo. Këngëtarja e njohur Vesa Luma ka ndarë së fundmi me ndjekësit e saj një përgjigje të sinqertë dhe emocionale. Gjatë një Ask Me a Question në Instagram, ajo pyet nëse ajo dhe partneri i saj Big Basta po mendojnë për një fëmijë të dytë. Vesa zbuloi se kjo dëshirë ka shoqëruar prej vitesh, duke treguar se prej 9 vitesh e mendoi mundësinë për t'i dhënë Lianit një motër ose një vëlla. Megjithatë, ajo theksoi se koha nuk është gjithmonë në favor, por shpreson që fati t'i buzëqesh pavarësisht sfidave. U rëndit e dyta në Fest 64. Sheila nuk heq dorë nga skena ndërkombëtare. Këngëtarja mund të shkojë në Eurovision, por jo për Shqipërinë. Këngëtarja Sheila Haxhiraj nuk ka hequr dorë nga ëndra për të prekur skenën ndërkombëtare të Eurovision 2026. Pasi u rëndit e dyta në festivalin e këngës, ku vendin e parë e fitoi Alice me këngën Nan, Sheila vendosi të vazhdojë rrugëtimin e saj. Kënga e saj, Zemra e Tokës, do të jetë pjesë e festivalit të San Marinos, një kompeticion që jep mundësi artistëve të huaj të përfaqësojnë këtë mikroshtet në skenat ndërkombëtare. Lajmi është konfirmuar nga vetë këngëtarja përmes rrjeteve sociale. Teksa viti 2026 ka nisur me fezë dhe gëzim për shumë njerëz, për disa të tjerë koha duket sikur ka ndalur. Për bashkëshorten e të ndjerit Shpat Kasapi, Selvien, viti i ri nuk ka sjell dritë, por mungesë dhe dhimbje të thellë. Në një mesazh prekës, ajo shprehet se zemra e saj nuk njeh kalendar dhe ka mbetur në ditën kur Shpati ishte ende pranë familjes. Kujtojmë se këngëtari me zërin dhe hitet, e të cilit janë rritur breza të tërë, u nda nga jeta mëngjesin e 26 nëntorit në Itali, si pasojë e një arresti kardiak, duke lënë pas një boshllëk të madh tek njerëzit e tij dhe publiku.